Një projekt tjetër, shumë i rëndësishëm dhe i domosdoshëm, do t'jetë UNAZA e Shqipërisë. UNAZA periferike, e cila do të qarkoj Shqipërinë. Do të qarkoj Shqipërinë. Është projekt shumë i vjetër. Mos të harrojmë se rruga e parë automobilistike në Shqipëri është një segment i kësaj UNAZE. Delvin, Devol. Ne punon në këtë UNAZE. Jo pak. Nga Valbona në Gjorisë. Punuam në aksin Gjorisë-Librazhët dhe në segmentet tjera. Natyrisht, kjo është rrugë shumë e rëndësishme, sepse kemi të bëjmë me më shumë se 1/3 e territorit vendit, i cili në qoftë se nuk urbanizohet. Zbrazet. Braktiset. Ne punuam ne patëm një koncept shumë të drejtë për fshatin. Banorët e fshatit duhet të kenë infrastrukturën e njëjtë me qytetin. Rrugën, ujësellsat, kanalizimet, shkollat. Përndryshe pse do jetoja aty. Pra, në këtë kontekst, ne i rikthehemi infrastrukturës Shqipërisë rurale me vendosmërinë më të madhe. UNAZA periferike e Shqipërisë është arteria e mbajtjes gjallë, vitalizimit, e shfrytëzimit të gjitha pasurive të pafundme që këto zona kanë. Ne rikthehemi asaj. Nuk ka dyshim që sot më kryesorja në infrastrukturë është mirëmbajtja e rrugëve. Shumat e caktuara për mirëmbajtjen e rrugëve janë qesharake. Në buxhetin e fundit janë, mos gaboj, 30 ose 35 milion. Ndaj dhe rrugët shpërbën, rrugët e tyre prishen pa u ndërtuar, që është të vërteta, si që është pa. Jo, ne do japim përparësi absolute mirëmbajtjes së rrjetit rrugor. U krijuan autoritetet e mirëmbajtjes rrugëve. Ato do fuqizohen.